flasim pak për jetën e natës Prishtinë, besa edhe të ditës. Dekorim Sahiti, dekori, është një nga emrat më të njoftun të industrisë së hospitality, nightlife dhe organizimit eventeve në Kosovë. Si përmarrës me mbi 2 dekada përvojë, i cili ka ndërtu dhe menaxhu disa prej lokaleve dhe projekteve më të suksesshme në vend. Rrugtimi i tij nisi që në moshë të re, kur organizonte evente për të rinjët në Prishtinë. Më pas themeloi dhe zhvilloi një sër biznesesh të suksesshme si Brown Bar, AK Bar, Platoni, o zot, so moti, që so vjeti kjo dekor. Klubin, Purple Bar, pastaj Konak Cafe Bar dhe Momo Cafe and More. Duke kulmuar me Zone Club, klubin që u shpall më i miri në Kosovë dhe në vitin 2024 më i miri në rajon. Zone Club. Dekori është gjithashtu një nga njerëzit pas projekteve më të mëdha festive në vend. Ai është organizator i festivalit Verë Ndimën, i cili përfshin edicionin dimror dhe veror të shesheve të Prishtinës, duke sjell 10 ranet me muzikë, aktivitete kulturore, sportive dhe familjare, si dhe një ndikim të rëndësishëm në turizëm dhe ekonominë lokale. Në të njëjtën kohë, ai ka qenë një nga kontribuesit kryesor në zhvillimin e festivalit Unum, i cili është vlerësuar ndër festivalet më të mira ndërkombëtare të muzikës elektronike. Projekti i tij më i ri është Izabeli, një koncept modern, rooftop, që bashkon gastronominë, arkitekturën, artin dhe mikpritjen, me synimin për ta shndruar në një markë që përfaqëson Kosovën edhe jashtë kufive të saj. Për vizionin, kontributin në zhvillimin e industrisë dhe organizimin e ngjarjeve të mëdha dekori, është vlerësuar edhe me çmime e mirënjohje, ndërtohet edhe si ambasador i vitit nga Oda Ekonomike e Kosovës. Sot vazhdon të investojë në projekte që synojnë ta pozicionojnë Prishtinën si një destinacion modern të gastronomisë, arktimit dhe turizmit urban. Ftoj në studio Dekor Sahiti. Dekorin e shet gjithmonë për jetën e natës, po e shet nesër me të mëngjes edhe në fitness, edhe i thash, çush e bone këtë balans kaq mirë, Dekor, mirë se erdhe në studio tona. Mirë se gjeta dita doli. Si je vllau i Valdrinit, Çuklës, ju? I thash... Mirë, faleminderit. Thash atë ditë kur folëm, apo folëm edhe për vllaznit, edhe po marrim një 5 ditë shtradarit për gjitha punët. Ashtu na vim 5 ditë, alla mirë e ki. Jeni mirë të ndarë në biznese, po mdoket, në sektore të ndryshme, përpas me Çuklën që po mdoket pak më shumë për ngjani në biznes. Po, Valdrini është i dom që nga fëmiria pe neve, po me Çuklën, po, zonën e kemi bashkë dhe plot projekte tjera. Balancin që shkem rri me bo Dekor, se une me qenë se të ndjek edhe në rrjetet sociale, je edhe në gjimën mëngjes, edhe jeta natës, sa vështirë është? Unë që nga fëmiria kam qenë tip sportiv, do të thonë që nga mosha 6 vjeçare kam qenë edhe sportist, gjë që asasaj s'ka mujt me unda kur, dhe ky balans më ka mojt gjatë, me thonë, edhe në nightlife edhe në gastronomi,
sepse mendoj që pa këtë balans kishte qenë shumë e vështirë se një ditë do të u bëte boll, por ky balans më jep më shumë energji edhe më shumë pozitivitet edhe e bëj me shumë qef. Mi shumë, po ti e le, ne jem pak ma herët, apo? Edhe shkon. Apo të ndodh më shku prej... Varsisht. Cilat janë ditë ma aktive që i ki? Ditë ma aktive të pranë të shtunut. Këto janë pak më shumë që rri edhe ma vonë, po kryesisht gjatë javës zgjohem 7 mëngjes dhe përveç kur të futemi në sezon nga 20 korriku deri 20 gusht, ato një muj ditë, do të thonë sakrifikohemi edhe pa ushtrime, ose i boj mas dite. Izabeli, ky projekti yt i ri, i shumë përfolur, një vend edhe i bukur. Unë në Izabel kom pa prej qyteteve të ndryshme njerëz që kanë ardhur, se është hap një lokal i bukur. Sa të ka bo krenar përfundimi i këtij projekti? Ose sa të bën për ditë me njerëz që isha aty? Izabel është një ëndër e para shumë viteve. Do të thotë një përvojë gjatë në hospitality dhe në gastronomi. Erdhe një kohë kur të me bo diçka ndryshe dhe diçka shumë atë madhe. Faktikisht duke pa edhe trendi në Evropë dhe në botë që nga restoranet klasike shndryshin në restorane, bare, në fusion restorane. Thotë, ajo është një ëndër që vinte duke u bërë edhe më e madhe dhe ka fillu dikun prej para 8-9 viteve. Me krijem të konceptet, krijem të partneritetet, për të bërë diçka që është bërë sot. Është një ndër projektet që mburrëm me ta. Ambientet janë shumë të bukura, edhe ideja me rezervu kushdo nëpërmjet një platforme që e keni zhvillu, është e mirë se pa të fillu një ide ose një bindje në Prishtinë që vetëm nëse e nje pronarin ti mund të shkosh te ai vend. Sot ti mund të rezervosh në këtë platformën e Izabelit dhe mund vita shijoj kushdo, edhe turisti, edhe ne që jemi brenda Kosovës. Ka që i bukur, kush e boni? Po mendon arkitekturën, apo arkitektura është bërë nga një kompani arkitektesh Bach në Londër, ndërsa e përcjell në Kosovë nga Noma. Shumë mirë. Edhe të gjitha ato pllakat, mobiljet kreti gjatë të Kosovë? I kena çudit edhe ata anglezët. Jo, do me thonë me projektin e Izabelit kam kuptu që në Kosovë ka qaq kompani të mira dhe qaq kompani serioze që më kam bu muni kogja krenar. Po thuaj se për vetëm materialeve që janë brende t'jashtë që kemi shku kryesisht direkt në brende që janë bler, të gjitha të tjerat i kemi bërë në investimet në Kosovë. Nga plakat, mobiljet, tavolinat, karrikat, mermeren, drunin, çdo gjë kemi dasht edhe ka qenë, do me thonë, dëshire jona që të bëjme prodhuesit tonë vendor, po fatmirësisht kemi rënë në kompani që kanë qenë goxha serioze edhe e kanë bo projektin ashtu siç duhet. Investimin shumë sa ka qenë, a keni bo ndonjëherë publik? Pa janë publike gjitha në letra. Jo, sa është investimi i Izabelit? Është dikun rreth 3 milion. 3 milion. Me 3 ambiente? Me 3 ambiente, gjithë. Me 2 restorante. 2 restorane dhe një bar. Po, restoran bar, se edhe aty shërbihet ushqim faktikisht. Me një menu pak më të vogël. Po stafi duket të jetë i trajnuar, ose kanë vite përvojë. Është një grup i stafit që dekorin e kanë gjithmonë përpara, më duket, janë të njëjtat fytyra që ishe. Janë të njëjta, jo, na jemi një grup partnerësh që kanë përvojë shumë të madhe në gastronomi me Gencin Labin, po edhe një partner nga Londra, Batoni, i cili gjithë eksperiencën e tij e ka bërë në Londër që 27 vite, ka qenë një ndër CEO-t e grupeve më të mëdha të brendeve të mëdha si Annabelle, Sexy Fish, Bacchanal e Aviation, ka kriju shumë brende të mëdha në botë. Fatmirësisht kemi pas mundësinë me u njoftu edhe me bo partnera bashkë për me kriju këtë projekt së bashku. Trajnimet kanë qenë gjitha nga Londra, që i ka sjell Batoni me përvojën e tij, ndërsa stafi ka pas njerëz që kanë punu me neve, po ka pas edhe shumë njerëz që i kemi punësu me anë të konkursit edhe me anë të cilësive që ata i kanë pas. E zona? Dashnia jote e madhe. Zona ka hap një dhomë të re brenda zonës edhe për muzikën elektronike, që është risia. Meqenëse se gjithmonë ka pas një ambient tjetër, po tash është në një koncept ndryshe. Zona është vetë jeta janë, është 16 vjet, jena rrit bashkë.
u bënë në 16 vite, me zonë kena investu shumë në prurjen e emrave të mëdhenj ndërkombëtar, artistave vendor. Kemi investu dhe kemi ndruar në kohën në lokal që t'jemi në përputhshmëri me kohën. Jam krenar se me anë të zonës kemi pru artista shumë të mëdhenj dhe kemi fut Prishtinën në hartën e nightlife-it të rajonit e të Evropës, besa. Gjë që para 2 viteve faktikisht kemi marrë edhe çmimin si klubi më i mirë rajonal. Dhe kjo na ka shti muni shumë krenare dhe na jep vullnet me vazhdu më tutje. Ne gjithmonë i kemi zhvilluar gjitha rrymat e muzikës, por kësaj here kemi bërë edhe një hapje të një klubi të ri, mos t'i thojmë after se pak na bën mërzi. S'është after në njëjtën kohë? Jo, është klub i ri që është një mini zonë e vogël, diku rreth për 300 persona, që është i dedikuar njerëzve që dëshirojnë muzikën elektronike. Janë, do të thotë, është main stage me një madh që kryesisht verës do të vazhdoj me performancat artistëve tanë dhe DJ-ve më komercial, ndërsa dhoma ose mini zona do të ketë artist DJ ndërkombëtar por edhe vendor të muzikës elektronike. Njëkohësisht tash verës i vjen mu hap edhe ambienti i tretë që i vjen terasa për njerëz të cilët dojnë më pak zhurmë, koktejl mirë, më pak qetësi, e sheh klubin por nuk e ki atë zhurmën e klubit. Edhe me dasht naj vajzë me kërku një simpati, bje mu shëtit të natën ku me gjitha. Në 3 vena... Nuk është ideje mirë as pak dekor me të kallëzu drejtë. Unë shumë njerëz i kena martu që aty në zonë, sot i shumë me fëmi. Edhe kjo më bënë klumë të organizë. Tina ke pritë për cilë zonë. Na po plakëm, ti tash po i pret generatat e reja, po vdes klubin bota jo dekor, që ata mërmendja? Ka fillu prej pandemisë se këne është një ramje shumë e madhe klubingut në botë, sidomos ka shifra që mbi 2500 klube e mbyll vetëm në Angli, janë mbyll shumë në Amerikë, edhe sidomos klubat e mëdhaj janë shndru në klubat vogël. Edhe nëse janë mbyll, nëse kanë qenë kluba për 2-3.000 persona, tash janë për 200-300 persona. Kryesisht është ky trend në përbot, përveç Ibizës normal që është më ndryshe, por edhe në Kosovë mendoj që në një ditë do të vija ajo ramje që nuk do ketë mundësi punë me pas klub 3-4-5 kluba të mëdhej, siç kanë qenë në Kosovë, por mendoj që do të vija herë do kur edhe ajo. Edhe është e çuditshme pak gjenerata e re, nuk është as dashamir se po gjetë kluba siç kemi qenë gjenerata jonë që s'kena lënë vend pa shkuar, pa kurre defe që thoja. Me të vërtet, kjo gjenzia dhe studimet që i kemi shpesherë në program, flasim për një frymë krejt ndryshe që po vjen. Por është në rritje koncertet, janë festivalet, menoj që nuk vdes kur. Gjithmonë njerëz kanë me pas dëshirë për me have fun, dhe më u largu nga streset. Zonë është vendi ku ishe edhe generatat pak ma të shtyme, që vinë i ka marrë malli për klub dhe ishe sa është problem me trajtu jetën e natës pa pas të lashe. Nejse, herëja atë kohën ku për natë ka ndodhë diçka, më duket që sot kemi kalu në një kohë ma të mirë, po sa është e vështirë me kërkesa dekor, me rezervime, me kërkesa ndoshta dhe të çuditshme largomi këta njerëz afër, e me ja dalë gjithë këto vjetë me majtë katë solidar klubin. Beson që është këgja punë sfiduse, është problematike, po mendoj që dashnia për çet punë e bën shumë atlet edhe masnej sistemet që i krijon, konsistencën që e mban, dikur edhe njerëz të mëson me atë çka jete, edhe fillojnë edhe kërkesat me u bë në bazë të sistemit edhe konsistencës që të e mban. Në krahasim me çka ka qenë, unë mendoj që tash jemi shumë më mirë, njerëzit janë shumë më të vetëdijshëm dhe është sfiduse, por është si çdo punë tjetër është sfiduse. Kjo mikpritja jote atë ka lodh vazhdimisht unë isha vonë dikur kur shkova në zonë, ish dekori me shoqërinë e vet, po tërhiqet ulur ratoni. Kjo e dekorit për herë në çdo vend kur e takon, ka qenë kjo mirësjellja jote për me i prit njerëz mirë 12 natës apo 3, atë ka lodh ndonjëherë me thonë stop mo prej njerëzve apo asnjëherë se ki mendu munal. Sa mendon që të kalodhë dhe shpesh herë mendon veten që të kalodhë, kur i shoh njerëz të u kënaq me çka ti ke kriju dhe me çka ti po bën, ajo më jep shumë dashni dhe shumë qef me vazhdu. Kush vjen prej rajonit më shpesh? Prej cilit shtet vinë? Meqense më duket veç Prishtina
për mban flamurin e jetës natës? Prishtina shumë mban flamurin e jetës natës, sidomos vinë nga Shkupi shumë. Nga Shkupi vinë? Nga Shkupi vinë shumë, por edhe nga Tirana shumë. Edhe që Tirana tash ka kriju evente të mëdha, po po Prishtina e ka një magji të vetën, e ka vibe-in dhe energjin që nuk e ka asnjë vend në rajon. E ka rinin më të bukur që nuk e ka asnjë vend në rajon. Bigjeta e ka edhe sigurinë, e cila për shembull mujmi me umbur me ato që një femën të na del në ora 5-6 mëngjes, ecë rrugëve, kërkosh nuk e nguc, kërkosh nuk e grabit, nuk gjë që është një gjë shumë interesante, është gjë shumë e çmueshme për vendin tonë faktikisht, edhe vinë edhe prej Tiranës, për shembull prej hapjes së Izabelit, e shoh që ka shumë rezervime prej Tiranës. Tash verës normal që ata ikin më shumë deti, po sa ka qenë edhe periudha e dimrit kemi pas shumë. Mirë po bëj, kanë se edhe neve na vjen diaspora, kështu që le të na liroj pak vend. Po mirë që vinë nga shtete tjera, me u bë Prishtina destinacion është shumë e rëndësishme. Projekti që fola edhe gjatë profilit, gjatë prezantimit, Dekor Akull në Verë, çka na pret këtë vit, sheshi Prishtinës në Akull në Verë duket krejt ndryshe, ka ma shumë jetë, çka ka si vjet. Akull në Verë këtë vet edhe emrin e ka si Colorful Edition, që do të thotë ideja është që Prishtinës të transferojmë në shumë ngjyra, në shumë energji dhe në shumë jetë. Duke fillu nga shtëpizat që do përdoren në bizneset të riparuar dhe të lyera me shumë ngjyra, në instalacione të shumta. Festivali do të ndohet në 2 sheshe, në sheshin Skënderbej dhe në sheshin Zahir Pajaziti, të përbëra dikun prej 60 dhe 65 biznese. Në sheshin Zahir Pajaziti është kryesisht ambient i qetë, më familjar, me muzikë të ambientit, po për herë janë 2 stegja, janë 2 skena. Jo, s'janë 2 stegja, është një stegj, po Zahir Pajaziti është muzikë ambientale, do të thotë është ambient më i qetë. Për herë të parë do sjellim një Ferris Wheel, që do jetë për herën e parë në Prishtinë, unë mendoj që ai do të jetë atraksioni kryesor i kësaj vere dhe fotografia e kësaj vere. Okay. Në sheshin Zahir Pajaziti do ketë edhe shumë aktivitete tjera për fëmijë, do të ketë sportive, do të organizohet një garë hajrë, ka me pas ulse, 20 biznese të cilat ofrojnë produktet e tyre, ushqim, pije, dhe do të ketë aktivitete sportive 7 ditë javës për 40 net. Pa asnjë ditë pushim. Pa asnjë ditë pushim. Perfekt. Aktivitetet sportive normal që janë me agenda kur por në sheshin Skënderbej, dikun të vendosura deri në 40 biznese, aty do të jetë një stage i madh, shumë i bukur i vendosur, në të cilën do të performojnë 40 net bende të ndryshme live, artistë tonë, muzikë. 2-3 emra kryesor. Filloj me Drena Bazin, Zigzag Orkestrën, Sabri Feyzullahun, Teuta Selimin, Bibi Poqin, janë gjitha rrymat e muzikës të përzira. Fillon me 21 korrekt. 21 korrekt deri me 31 gusht. Menoj që do jep Prishtinës një jetë, një dinamikë. 40 net janë. 40 net. Por për neve që jemi edhe familjar, ideale, se Prishtina me të vërtet gjatë verës nuk ka një opcion ku më shku, e sheshin e kemi shumë të bukur. Kështu që ideja me dalë me fëmijët edhe me pas edhe për mu pak qef edhe për fëmijët është super. Deri në sa vazhdon? Kur fillon, sa përfundon? Verës, dimrit, kur e bëjmë verën dimër, fillon prej 11 ditës. Por verës, për shkak të nxehtit madh që është, kryesisht fillon masdite. Okej. Por e di duhet me cek që rëndësia e këtij festivali të Akull në Verë është përtej muzikës dhe argëtimit. Do të thotë kur Prishtina mushet me shumë familje, me shumë të rinj, me shumë aktivitete për të ardhshme, do të thotë jep jetë vendet dhe mbushet me shumë njerëz. Pas asaj përfitojmë mbi 60 biznese të cilat janë aty. Përveç asaj përfitojnë edhe bizneset për rreth asaj, restoranët, hotelet, taksit dhe shumë sektor të tjerë ekonomik. Deshta mundal të këto biznese. Cila do të thotë krijon një cikël ekonomik e bën më të madhe se sa vetëm argëtimi dhe muzika. Do të thotë kjo është synimi edhe i komunës, edhe i drejtorisë sport marketing në cilën e bëjmë bashkë këtë festival. Realisht janë biznese që secila do donte një hapësirë në shesh, se është qendra kryesore e Prishtinës, e ja u mundson ky festival me një zonë ku punon e qarkullon për 40 net, që është shumë e rëndësi për biznesin. Bash
një qarkullim i mirë dhe financiar për gjitha bizneset që janë. A bëhet luftë cila po hin me apliku, a është hap? Po, është hap aplikimi, aplikojnë, i kanë kushtet që duhet me i plotsu dhe në basta. Shtëpizat ju ofroni? Ne ofrojmë gjitha, ne ofrojmë shtëpizat, ne ofrojmë pastërtin, ne ofrojmë programe, ata duhet me pagu një qëra? Ata e pagu një qëra, po. Super, shumë mirë. A dalim të këto pytjet pak ma generale. Cili ka qenë vendimi që ta ka ndryshu jetën dekor? Si pyetja një. Mirë detasht, du na me dalë dhe me njoft pak këtë anën e përzgjedhjeve mes kësaj e asaj. Edhe një herë më falë? Cili ka qenë vendimi që ta ka ndryshu jetën? Kur e kum pranu vetën kush jam taman. Pse ki pas momente se ki pranu? Tu ju përshtat tjerëve? Pa ka shumë. A mund të krijohet suksesi pa rrezik dekor? Mendoj që jo. Cili projekt ka friksu ma shumë? Gjitha projektet e kanë sfidën e vet, po me friksu nështë asë, mos me thonë friksu, po që ka qenë më i vështire, është Izabele. Izabele. Çka ka Prishtina, që nuk e kanë qytetet tjera? Vajven, energjin, bukurin. Edhe Gjakova e ka po nesër. Kur e kuptuat se hospitality ishte rruga juj? Që në shkollën e mesme, në organizimin e partive të shkollës. Dekora është nata, jeta e natës, a është biznes, apo është art? Ata që e bojnë për biznes, është art. Ata që e bojnë për biznes, është art. One që e bëj si biznes, ti del mu knaq. One menaj që është art, nuk mund është me bo veç biznes. Pra ti është okej. Cili ka qenë dështimi ma i vlefshëm? Çdo projekt që edhe zakonisht nuk kena dështu bashkë ashtu përveç në kohën e pandemisë, po se cila e ka pas edhe mësimet e veta, kështu që s'kisha mujt me i thonë. Mësimin ma të mirin prej cilit rast e ke marrë? Pandemia në gjitha bizneset na ka shoku edhe prej aty kam fillu me i pa sanët pak ma ndryshe. Kush e krijon atmosferën, muzika apo njerëzit? Dyat së bashku. As muzika pa njerëz, as njerëz pa muzikë. A ka ende ëndra dekori që si ka realizu? Po, që s'nalën kor. Të më thonë, na presim për jetën e natës në Prishtinë ende, ose ditës, ose familjare. Projekte, okej. Cilin lokal nuk do ta hapje sot? Ja, krejt që i kom pas do i bëja në kohën e vetë cilat kanë qenë. Cila ide ju ka rezultu ma e sukses shmja? Zona, Izabele. Sa rëndësi dekor ka intuita në biznes? Te unë e ko gjashon. Këto tjerat jënë të shpejta, kërkojnë përgjigjet shpejta. Zon apo Izabel? Ajo duhet një përgjigje, më falë. Dyja. Duhet një përgjigje. Zona i ka bo dhe shumë vjetë, nështë do të me ardhë një kohë që edhe do na mu pensionu, Izabele është në një të ardhme. Shë që nështë Izabele. Shkove me Izabel, okej. Ver apo dimër? Dimër. DJ apo band live? DJ. Biznes me zemër apo me kalkulim? Me zemër. Prishtinë apo një metropol botror? Prishtinë. Një natë perfekte apo një mëngjes produktiv? Një mëngjes produktiv. Cila është fjala që ty të përshkruan mas miri? I drejt, korrekt, i besës. Çka kishe dhonë veç mos me të thirë njerëzit me i shtite pjesa VIP? Se kam problem. Sa e mirë kjo pyetja, ka vazhdon me pas kërkesa për zonën VIP? Po, normal. Edhe ju gjenë zgjidhja, po? Po, kur mujmë. Okej. Ka që kisha për sot dekor, ke shumë ndirë me të pasë në studio. Faleminderit shumë. Dekor Sahiti ishte sot me mua në studio, edhe falem për jetën e natës, edhe për akull verë që është
Prej organizimeve të mëdha, se 40 ditë mi pas të organizu me outdoor edhe me aktivitete edhe me muzik, besoj është ideale dhe për juve që jetonin qytete tjera, me u takuna bashkë